Përshëndetje miqtë e mi dhe ju ndjekës kanalit Recetat e Mamit. Sot u ngrita herë dhe dola për pazar. Tani është koha fiks fare e bizeleve, i gjithat e një fshatar. Me u thënë të drejtën e Zotit në krahasim me vjetë çmimi është 2 fishi. Po prap ja vlen. Bili një zonjë më tha, aman ç'merr kaq shumë. Unë 10 kg mora, me thënë drejtën, na herë marrë dhe më shumë. Por se tani ka çdo gjë, ka gjithë kohës. Jo, unë jam mësuar gjithë jetën, nuk ka si dora jote, i pastron me merak, ja. Që si janë. I paketon me merak. Unë miqtë e mi përdor këto vasketat. Janë lirë fare, as 200 lekë vjetra nuk bën një. Dhe i ruaj për dimër. Ju kam thënë, kam disa frigorifer, po një është për këtë punë, do me thënë. Besoj i dini vlerat e bizeles. Bishtajore gjithmonë kanë shumë vlera dhe shumë të shëndetshme. Unë mundohem pothuajse çdo gjë të ruaj për dimër. Jam dhe në moshë, po e kam dhe pasion dhe paraardhësit e mi, gjyshja, mama ime gjithmonë kështu kanë bërë. Edhe unë mundohem me shpirt që ato në kushte krejt e tjera, po e kishin atë modelin e vet dhe nuk ju prishnin kur, bravo ju qoftë. Ne me 100 kushte dhe vallai në herë dhe na prishen. Do nerva, durim. Miqtë e mi, besoj se e dini, po më shumë për të rejat flasun dhe mundohem t'i mësoj nga pak që nuk duhet absolutisht i lash pasi i pastron. Ja si i ka la Zoti, ja si janë. Më të mira, këto vasketat janë të 300 gram. 300 gram është boll për një gjell për 4 veta, me 2 karrota, 2 qep, 2 domate, 2 patate, po kishe i çik mish mirë do ishe, po se kishe s'ka gjë fare. I shikoni, besoj janë fantastike. Është koha. Janë fantastike, janë speciale. Se pastaj vinë mbarohen, ngrehen çmimi. Në fillim fare janë prap shumë më shtrejt. Tani është ai çmimi mesatar. Unë me thënë drejtin e mora me 1.1. Vjetë edhe me 600 lekë vjetra i kam gjetë, po punë e madhe, nuk ka gjë, unë i dua dhe i gjitha është fatër, me qëllun shumë të mira, se jo gjithmonë të qëllojnë shumë, çka kokre kanë. Ja. Jena sin katun këtu, se mbajnë dhe qene, o zot ma kështu ka ardhë kjo kopa, të bëjnë qatë të dun, edhe kafshët janë dashuri. Kjo është miqtë e mi, duke ju uruar një ditë të bukur, edhe ju gra, ju goca për zotin se besoj se i kam dhe ke puna përtojnë shumë, po të pak të ngratë, si të moshën e që jemi në moshë, nuk duhet me përtu, nuk duhet me një këtu pa telenovela të dreq telefoni se i mori me në tromve, po duhet me i bo në i gjo. Nanat prandaj janë, gjyshet prandaj janë, duhet me ndojnë për çdo gjë. Ju du fort, gjithë të mirat ju uroj nga zemra. Bizelet përfunduan, këto vasket ka të ndalë, 6 vasketat të mëdhaja, me nga 300 gram, edhe 350 ndoshta. Unë në fakt përdor dhe nga këto të voglat. Bizelen miqtë e mi mund ta përdorni në gjell, në sup, mund t'i zini, t'i bëni sallat. Unë do njëherë këto të voglat i bëj dhe një salsë kremoze, i jep një të zirë dhe si puna pestos me 2 thelbi hudhër, me pak vaj ulliri, mund të bëhet një me pak parmigiano, një salsë kremoze fantastike për bruschetta, për makarona, mund ta përdorni ku të doni. 5 kg, ja. Janë fantastike. Nuk e di. Nuk ka fjalë. Këtu janë 5, unë kam dhe 5 të tjera avash. Është i qike lodhshme, mirë është të ndihmoj na i kalamo është mirë, po vallai s'të ndihmoj njëri. Do t'i bësh vetë avash me durim. Ju përshëndes, gjithë të mirat ju uroj nga zemra.